Se exit pollet si instrument, si mjet mac, janë shumë të mira, janë përdorur edhe më herët, përdoren gjitha vendet demokratike dhe duhet të vazhdojmë t'i përdorim. Unë nuk e shoh problemin tek exit polli në formë zyrtare, në formën formale të tij. Pra, exit polli kur publikohet pas orës 7, që i bjen pas mbylljes se vend votimeve. Edhe nëse ja huse, edhe në zgjedhje tjera ka pas devijim nga marrja e gabimit, domethënë ka pas huqe nëpër komuna caktuar, mundet më ndodh ajo qoftë nga deklarimi, qoftë nga gabimi i atyre që i bojnë mate, që është shumë normale. Domethënë absolutisht e di edhe i njoh edhe unë personalisht si punojnë, bëjnë prej kompanive më serioze ndoshta në Ballkan që bojnë mate dhe shpesh herë kam qëllu edhe në aspektin milimetrik të themit të zgjedhjeve qoftë nacionale, qoftë lokale, për mu, si qytetar, edhe si person publik, tash së fundmi, që angazhohet në aspektin e komentimit politik me dhënë opinion, është e papranueshme keqpërdorimi që ju ka bë të dhënave të exit pollit gjatë ditës. Domethënë gjatë procesit gjatë. Po ka fytyra publike, media, gazetar. Cila media ka raportuar, lutem? Cila media? Si media? Lutem Zebic. I bona edhe pyetje edhe Yllit, po të bëj edhe ty. Ama tregon. Cila media ka raportuar? Cili individ ka përmend komun dhe rezultat zgjedhor që kanë nxjerr rezultat nga exit pollit. Lutem. Kështu, fillimisht prej rreth orës 11-12 kanë filluar me dalë në publik informata të enkriptuara, të koduara, mesazhe prej njerëzve përbëj. Njëri prej tyre është Lirimi që është këtu, është Berat Buzhala, e disa të tjerë që nashta s'po kujtohen, që tash momentalisht krejt me emra, është Gazeta Express që ka publikuar deklaratë të batonit që fol për gara, për të ngushtë, për domethënë copsa nga exit pollit, të cilat e kanë dëmtu procesin. Domethënë, cilat kanë ndiku në krijimin e një fryme tjetër, në informimin se si po shkon gjendja në Mitrovic. Të zonë, edhe unë kam pas dhëna të exit pollave. Më ka interesuar shumë Podojeva dhe Prishtina. Nuk i kam bërë publike. Unë kam mujt me i fol, kam mujt me i pas për vete, ka interesuar personalisht, por nuk i kam bërë publike sepse është edhe jo ligjore. Sipas nenit 52 të ligjit për zgjedhje në Kosovë, është ndaluar me çfarë do publikimi i të dhënave, i matjeve, exit pollit. Kush ka publikuar? Ti përmenda dy emra prej gazetarëve të shumë që kanë publikuar. Liri Mehmetaj? Po, Liri Mehmetaj është njëri prej atyre, cili në mënyrë indirekte ka jep informacione se si po shkon gjendja e votimit në Mitrovic, edhe i cili i ka po besoj statuset ende aktive, domethënë janë gjatë procesit zgjedhor. Hajde çetme, regjia nëse i ki? Ka shumë rëndësi koha. E pari është ora rreth orës. Se na del ke dikush i pari që s'kishe qefti me po. Ermal, a bën veç pak e ka rëndësi koha, sepse kur bën komente të tilla, ka rëndësi konteksti kur e jap, dita kur e jap, se këtë koment më thon Lirimi në ora 8. Ose 9 mbrëmjes, mos i ka dalë, ose mos i ka dalë i shkon këtë absolutisht normale. Por ky koment është dhënë në kohën kur njerëzit janë duke shku me vërtu. Prej të parit, dytit e tretë, domethënë ka edhe mdohet pak më shumë se 3 në lidhje me këtë temë. Edhe ka statuset Berat Buzhalës edhe më skandaloze, edhe më direkte. Domethënë qoftë Berat Buzhala është përfshi edhe në garën për Prishtinën, nëse